Mirë se vini në podcastin Shëndetin Rend Parë, e mbështetur nga United Hospital dhe Qendra Laserike e Syrit Kubati. Sot do të kemi kënaqësinë të kemi një mysafir me një përvojë të veçantë në fushën e ortopedisë dhe kirurgjisë. Muharrem Hajdari, specialist i ortopedisë që ushtron profesionin në një spital prestigjioz në Gjermani, në klinikën ortopedike dhe konkretisht departamentin e endoprotetikës, por mos harrojmë që është edhe në United Hospital në Prishtinë. Hajdari është i specializuar në endoprotektik, veçanërisht në implantimin dhe revizionin e endoprotezave të gjurit dhe kërdhëkulës. Përveç kësaj, ai është kirurg i certifikuar në Gjermani për kirurgjinë e shputës, i certifikuar në kiroterapi dhe ofron trajtime me infiltrime për dhimbjet e shtyllës kurrizore dhe artikulacioneve. E në këtë episod do të flasim për problemet më të shpeshta ortopedike, kur një pacient duhet të mendojë për ndërhyrje kirurgjikale, sa kanë avancuar teknikat moderne dhe çfarë mund të bëjë secili prej nesh për t'i ruajtur sa më gjatë nyjet dhe lëvizshmërinë. Përshëndetje doktor dhe mirë se erdhe në Shëndetin Rend Parë. Ju faleminderit për mundësinë. Doktor, fillimisht në këtë podcast e trajtojmë një pyetje specifike sa i përket ju si individ, si Muharrem Hajdari, dua t'ju kthej në disa vite pas për t'ju pyetur pse pikërisht e keni marrë në specializim ortopedin dhe jo ndonjë lëmi tjetër. Po, zakonisht desha t'iku asaj klishese vjetër që kam desh gjithmonë mu në emigracion mu ka dhënë mundësia të filloj specializimin në ortopedi dhe është dashuria e parë medicinale për këtë arsye kam vendosur. Po, ikja për në Gjermani ka qenë nevojë apo vedëshirë vetëm për ta kryer këtë specializim? Fatkeqësisht nevojë. Ka qenë nevojë, unë kam emigruar para luftës. Dhe më thënë si e gjithë shqiptarëve që në ato vite kanë emigruar për të gjetur jetën më të mirë, për të gjetur lirinë e të shprehurit edhe të jetuarit. Ndoshta është pak e rëndë, por ndoshta për ta shpëtuar kokën, kam emigruar në vitet 90-ta, gjatë luftës në ish Jugosllavi. Po. Kur atëherë ne përdoshmi fatkeqësisht si me shpërtop, nëse mund të shprehum. Po. Në atë kohë. Këtë shprehjen mish për top, për herë të parë kam dëgjuar nga Bislim Zogaj dhe me të vërtetë e pata elaboruar pak si shprehje dhe përkonte me atë periudhë të viteve 90 dhe sidomos në të 90-s kur dhe plasi lufta e fundit e Kosovës. Ndashta nuk është vendi për të folur, po si Bislimi kemi pas shumë mish për top, kam pas nderin ta njeh edhe Bislim Zogaj. E përshëndesim nga ky podcast sepse është njëri shumë i veçantë dhe shumë i mirë edhe kemi respekt për zotrin Zogaj. Të ndalemi tash tek ortopedia për atë që kemi ardhur këtu që të informojmë shikuesit tanë dhe ata që na dëgjojnë dhe kanë kurreshtjen për ditur sidomos nga ju si një ortoped me përvojë të gjatë në këtë fushë. Doktor, cilat janë problemet më të shpeshta ortopedike, të cilat ju i keni hasur tek pacientët tuaj? Problemet më të shpeshta ortopedike pendojmë traumën nga ortopedia të janë artrozat. Me dhe sëmundjet e një artikulacioneve, kuptohet edhe indëv të buta dhe të ndërsa unë jam i specializuar në kohën në 10 vitet e fundit ma shumë në trajtimin e artrozave. Çfarë do thot trajtimi i artrozave? Trajtimi i artrozave. Që ta shpjegojmë pak për opinionin. Trajtimi i artrozave gjithmonë edhe gjithnjë duhet të filloj në mënyrë konservative dhe të përfundoj në pjesën operative në qoftë se është nevoja. Jo çdo artroz duhet të operohet. Operimi është zgjedhja e fundit. Dhe kush e cakton këtë pjesën që jo çdo artroz duhet të operohet? Ju? Apo e pyesni pacientin? Jo, zakonisht vendos pacienti. Është një diskrepancë, shpesh e madhe që çuditmi edhe ne. Po na si profesionista e kem taku ta shumë shpesh kur radiografia e një artikulacioni është shumë e dëmtuar ndërsa pacienti nuk ka dhimbje. Andaj zakonisht pacientët në ortopedi vetë e vendosin momentin dhe çastin ku duhet të ndërhyjet. Zakonisht në përvojën time mundohem që mos ta bindi gjithsesi të pjesën operative. Vetë pacienti ortopedik vjen dhe thot deri këtu mandej nuk mund zotë mjek, po se shoku mjek me të nërshit. Jam në gjendje, ose jam bon gati
fizikisht dhe psikisht për ndërhyrje operative. Zakonisht ju tha që kur nuk kanë dhimbje, a i kërkojnë me domosdo trajtimin, ndërhyrjen kur nuk kanë dhimbje? Vinë konsultime jo. Sepse ne si njerëz jemi pak çuditshëm. Momentin që kemi dhimbje, alarmohemi. Kurse rradha tjetër, momentin që na ndalojnë dhimbjet nuk merrem me problemin derisa të na shtyj dikush tjetër që po, ti duhet të ndërhysh, ti duhet ta rikuperosh këtë problem. Po, është vërtet problemat e madhe me ndaljen e dhimbjeve shpesh ndalen me ndërprerje dhe trajtim gjë që është gabim. Për arsye se në pjesën konservative e rëndësit madhe ka dhe fizioterapia, ushtrimet, gjimnastikët, ato nuk duhet të ndërprehen. Në ndërprejnë në momentin që ndërprejnë dhimbjet, ndërsa smundja evoluan fatkeqësisht në qetësi. Mund të shkojë edhe në diçka shumë serioze dhe problematike. Doktor, ju jeni specializuar edhe në implantimin dhe revizionin e endoprotezave, ashtu siç e thashë edhe në fillim të podcastit, të gjurit dhe të kokordhokullës. Çfarë nënkupton kjo ndërhyrje revizionuese dhe pse është më komplekse se vendosja një proteze për herë të parë? Më komplekse është revizioni se vendosja e protezës e parë është për arsye të dezintegrimit që vjen i protezës me gjindjen ashnor dhe shpesh ndodhet për shkak të infeksioneve. Gjatë infeksioneve dhe dezintegrimit kemi edhe dëmtim të masës kockore, për këtë arsye është vendosja e revizionit është pak më e vështirë për arsye se na mungon indi ashnor. Indi, do më thënë i kockës. Po indi i kockës që nderisa në ato primare deri dikun mund ta definojmë na vetë pozicionimin ku, ndërsa te revizioni shpesh na dikton edhe dëmtimi i indit kockor. A janë të vështira këto ndërhyrje? Pa si në aspektin profesional jo, në aspektin jashtë profesional është një tabu pak më madhe jo. Nuk është. Do më thënë nuk janë ndërhyrje. Nuk janë ndërhyrje të vështira, të cilat kryen atje ku jetoj dhe punoj edhe këtu gjithsesi edhe në Kosovë. Do të thonë ndërhyrje që bëhen edhe këtu të na. A janë teknikat e njëjta të punës si atje si këtu, cili është dallimi? Ose ngjashmëria? Teknikat janë plotësisht të njëjta, instrumentet i kemi të njëjta. Qofse më lejohet të flas, implantate që i vendosin në vendin ku punojnë në Gjermani janë plotësisht të njëjta me këto që i vendosin në United Hospital. Janë të njëjta dhe pjesa më e madhe sa gjenin time sa mund të them është të gjithë në Kosovë i përdoren. Nuk e njoh pjesën implantate që vijnë nga Franca, për arsye se në pjesën gjermane nuk i përdoren ato. Në masë shumë të vogël. Po janë diku 160 lloje të protezave, po pra funksionin e kanë të njëjtë të gjitha. Protezat, materiali tyre ka ndryshuar nga vitet më përpara që ka qenë dhe nëse zgaboj proteze hekurit. Po ka evolu, teknika, domethënë ndërtimi ose i protezave gjithsesi ka evolu edhe metodat kirurgjikale. Të vendosjes së tyre sot vendosen në shumë minimal invaziv, domethënë që është një premë shumë e vogël, nuk dëmtohen, po flasin gjithnjë për primaren, nuk dëmtohen muskujt, edhe pacientat janë remobilizohen shumë më shpejt, pacientat tonë, po flas pacientat tonë, atje edhe këtu zakonisht në ditën e parë zgjohen nga regjimi i shtratit, qofse ka fatën në fatkeqësi, po them se smundjet janë fatkeqësi, operohet herët në mëngjes në mbrëmje të gjithë ecën. Doktor, sa kanë avancuar sot endoproteza dhe teknikat kirurgjikale dhe a mund të pres një pacient që pas ndërhyrjes të rikthehet në një jetë normale dhe aktive, ashtu siç thatë edhe më herët, domethënë që në mëngjes e kryen ndërhyrjen ndërsa në darkë çohet në këmbë. Sa është ky zhvillim i avancuar në vendin tonë? Në vendin tonë, po flas për Kosovë shumë i avancuar, të ju falenderoj kolegëve, nuk dallon nga atje, absolut, ndërsa ne mundohemi ta imitojmë natyrën nuk mund ta imitojmë 100%. Proteza i ka anë pozitive, ka ca pjesë negative që pas vendosjes së protezës janë ca, po flasim për protezën e kokordhokullës, janë ca lëvizje që të kufizuara që nuk do të ushtrohet pas ndërhyrjes kirurgjike. Ndërsa te proteza e gjunit lejohen më shumë, megjithatë edhe te proteza e gjunit janë do sporte që nuk mund të ushtrohen pas vendosjes të protezës së gjurit.
për arsye se protezat fatkeqësisht ose fatmirësisht vendosen te pacientët e ri dhe të vjetër, të thonë te pacientë aktiv pas traumave që traumat të ndryshme zhvillojnë ose shtyjnë përpara zhvillimin e artrozës. Domethënë artrozë tani trajtimi i artrozës bëhet në mënyrë konservative dhe operative, ku gjetë pjesa operative duhet vendosja protezën, domethënë te pacientat e ri janë të kufizuar me do lëvizje do sport. A ju ka ndodhë, me siguri që po, si ndiheni kur keni ndërhyrje tek pacientët e rinj? Nga mimika e fytyrës jam duke marrë shumë përgjigje. Po ndërhyrjet e pacientët e ri te profesionalistat nuk shkaktojnë edhe shumë emocion, se ne jemi ma profesionalist, ndërsa i marrë me gjaftësi. Se zakonisht pacientin e trajtojmë si pacient. Për bajnë një digresion... Pavarësisht moshës. Pavarësisht moshës, përnde janë jeta është e barabartë për të gjithë. Drejt në jetë ka zdo njeri, i vjetër dhe i ri. Shumë përgjigje profesionale. Shpesh pacientët kanë frikë nga fjala protezë. A është e saktë? Jo, fatkeqësisht mungon pak sqarimi te populata. Hajde t'ja sqarojmë. Populata gjanë, proteza është një ndërhyrje, është në vendosja një proteze, do të thotë për ne, si profesionalisht është një punë ekipore, qofse më lejohet me minuta diku 50-60 minuta sa zgjat, ndërsa ndryshon kvalitetin e jetës. Nuk është e sqaruar në popullat sa duhet, shpesh prapë bëjnë digresion bin pacienta dhe më thotë kusherina halla tezja më ka treguar që pas vendosje protezës ka mbet në karrocë. Që nuk është e vërtet, unë nga përvoja ime, atje edhe këtu, normalisht na bisedojnë me kolegë, nuk besoj që i mbet jetë dikush në karrocë invalidore nga pas vendosje një proteze edhe të gjurit apo të kokruzokës. Mi po ndoshta është kjo frika që aktiviteti normal si që ka bërë para, nuk mund ta bëj pas. Edhe këtu duhet të shohim, do të thonë te aktiviteti kokruzokës janë 3 lëvizje të cilat janë duhet të kufizuar të gjuri pothuajse asnjë. Te proteza gjuri janë 3 lëvizje. Janë 3 të kufizuara që nuk bën ti ose nuk rekomandohet. Nuk rekomandohen zakonisht në 3 minuta. Cilat janë ato 3 lëvizje? Ne çojmë ose e çojmë kështu në abduksion ose komba të këtë rotacionin e jashtëm të mbrëmshëm dhe ulja. Okej. Dhe ulja e pacientit. Po. Tash për japë një kritik vetvetes e gjithë kolegëve, nëse më lejohet, duhet të investojmë kohë në sqarimin preoperativ me pacient. Pacienti duhet të sqarohet nga fillimi deri në mbarim, të hiqet frika. Zakonisht, si mas statistika dhe si mas studimeve, 96% të pacientave me protezën, pas implantimit të proteza janë të kënaqshëm. Po flas pak për përvojës time, një pjesë e madhe, dikon 85% pacienta që kthehen kontrollin e parë pas operacionit, në 6 javë pas operacionit ndikon të gjithë përgjigjen ose pyesin pse se kam bërë ndërhyrje më herët. Sepse janë të suksesshme. Janë të suksesshme. Vendosja protezave gjurit edhe të kokruzokës është ndër operacionet më të avancuara në botë. Është mekanik, është ndër më të avancuar, pra edhe herë mos flasin pak më tepër për ortopedat, ne nuk shpëtojmë jetë. Në ortoped ne vetëm mundohemi ta përmirësojmë cilësinë e jetës. Doktor, ju jeni certifikuar në Gjermani edhe si kirurg i shputës. Cilat janë problemet më të shpeshta që keni hasur të shputës dhe kur një dhimbje e shputës nuk duhet asnjëherë që ta neglizhojmë? Shputa është një kompleks, shputa është një organ shumë kompleksiv, ndërsa unë jam i specializuar në kirurgjinë e shputës, po më tepër kam analizën e pjesës e përparme të shputës. Nga pjesa e këmbës edhe deri te gishta. Te gishtat në pjesën më të madhe, nuk duhet të neglizhohet dhimbjet e shputës nëse ka dhimbje gjatë qëndrimit në këmbë ose më tepër gjatë qetësisë. Gjatë ngarkimit janë deri diku të arsyeshme me dhimbje, ndërsa kur ka necesiteti dhimbje atëherë duhet të kërkohet ndihmë profesionale. Edhe cilat janë ato probleme më të shpeshta ose ato simptoma që ne duhet të shkojmë te doktori?
po flas në drejtimin tim që jam pak më shumë i orientuar, janë këto deformimet e pjesës së shputës, e pjesës së përparme të shputës, zakonisht ajo është gjenetike, zakonisht i prek më shumë femrat se sa mashkullit. E ke fjalën për nyje që nxiren jashtë këmbës ato si gunga? Si gunga na i thonë në gjuhën profesionale hallux valgus, që janë nga latinisht, ja. Po, ne themi gunga, dalja e nyjes, shtrëmbimi i këmbës, ose shtrëmbrimi i këmbës. Shiko si e paska këmbën ajo, e ka nga shtiklat. Ja lën fajin dhe shtiklave, kputzve. A duhet t'ja lën fajin? Shtiklat krejt fajin, se kanë po e ndihmojnë. Se krejt fajin s'pjojnë po e ndihmojnë, është genetikë, ndërsa mbartja shtikla ose takëve të larta, atë është pjesa përparme e shputës ngushtohet, dhe shtyn pjesën e përparme të gishtë të madh në anën e jashtme, dhe ashtu formohet këtë deformimi, ne quajmë hallux valgus, ndërsa një deformim shumë më i shpeshtë është edhe kjo fatkeqësisht gjinia femërore, është gishtat e këmbëve në formë të çekanit. Dhe më shtrëmbohet, me një ndërhyje shumë të vogël, rikthehet, përshkohet, ndërsa një ndërhyje që bëhet zakonisht bëhet pak më rrallë, është shtangimi i nyjes, i gishtit të madh, të artrozat. Doktor, doja që të pyesja edhe sa i përket këpucëve. Shpesh ne japim këpucë tek një person tjetër dhe themi nuk janë shumë të dëmtuara, janë si të reja, i kanë veshur shumë pak ose i kanë veshur gjatë dhe nuk janë prishur, por mund t'i shfrytëzosh ti vesh. A rekomandohet kjo si ortoped që ne ta bëjmë këtë huazimin e këpucëve tek njëri tjetri apo tek fëmijët, që është ndoshta jo shumë e rekomandueshme? Dhuratat zakonisht janë të mira, po nuk i kisha preferuar dhuratat e këpucëve që janë të bartura. Të barta, sidomos të fëmijët. Çdo fëmijë, çdo këmbë ose çdo shputë ka atë, si më thon, vulën e vet, domethënë ndryshon. Nga njëra tjetër në parasysh nuk preferohet të asnjëri të fëmijët, jo se jo. Sepse mund ta marrë formën asaj këpucë. Po, koma nuk dihet rahat. Se një pjesë e neve, njerëzve, e bart peshën në pjesën e jashtme të shputës, në pjesën e brendshme, domethënë edhe shputa i adaptohet formës së këpucëja, i adaptohet formës së shputës. Për këtë arsye, unë nuk e preferoj, besoj që e kem kaluar atë kohë. Edhe këto nuk e përdoren. Zakonisht nonat që e përdoren. Nonat janë shumë kujdesshme, t'i japim një këshill, sidomos prindërve, që mos ta bëjnë këtë huazimin apo dhurimin e këpucëve të bartura nga fëmia në fëmijë, sepse nuk po bëjmë favore, po bëjmë vetëm dëm tek personi tjetër. Jam plotësisht ndaj këtë mendim, nuk i kisha rekomanduar. Për përsëritje një dhurata janë të mira, sidomos nga tezet, po megjithatë ju lutem mos. Sidomos gjatë zhvillimit, sidomos në gjatë rritjes, në zhvillimit në 3-4 vitet e para. Tash ta kthejmë rotacionin në anën tjetër të medaljes. Sa ndihmojnë këpucët, sidomos këto që janë me atë pjesën mjekësore, atë tabanin mjekësor, në rregullimin e shputës tek fëmijët, por edhe tek të rriturit. Tek fëmijët duhet pak që të bëjmë për cilën informat deri në moshën 3 vjeçare, nuk duhet fort të shqetësuar. Për kamën e rrasht të fëmijë, se shoqim nënat e reja ose prind të ri, zakonisht na probleme më të mëdha kemi nënën me shnosha edhe prindin se fëmia shnoshet vet. Nuk preferoj tek diku 95% nuk kanë nevojë. Tek pas vitit 3-4 duhet që të përdoren këpucë ortopedike, zakonisht këpucë fabrikate, ndërsa këpucë ortopedike janë pak më specifike. Deri në moshën 3-4 vjeçare unë nuk e kisha preferuar. Kuptohet, kemi na këto specialista vetëm të shputës, qofse më lejohet, kemi profesorin Cen Bytyqi, cilën e përshëndesja, që kujdeset shumë për fëmijët që nga lindja, sidomos për fëmijët. Për fëmijët, domethënë, kemi adresën e parë dhe shumë të respektuar. Po, Bytyqi është edhe profesionalisht shumë i aftë, por edhe në trajtimin e fëmijëve është një edukator dhe psikolog i përkushtuar. Domethënë, kam pas rastin vetë me djalen dhe me të vërtet ka dhënë këshillat bazike dhe sot
ajo pjesa taban e fëmisë është shumë mirë. Jo, prapë po tham ceni profesorit, e di në mamina problem në kemi me prind. Se pari duhet prind si puna ime për shembull. Që shqetësohesh kur e shikon një defekt të fëmia joj. Është normal, puna ime profesionale pak më gjatë, na reagojmë pak më ftohtë. Prandaj janë këto informacione të mira, bazike, sepse shkon tek secili prind, tek secili njeri dhe troket si zile duke ju thënë mos u shqetësoni deri në 3 vjeç. Lejeni fëmijën e juaj. Mbas 3 vitesh, nëse nuk ka zhvillim përmirësim, atëherë po trokisni tek dera një profesionisti i cili do të merret me trajtimin e atij problemi. Kemi ortopeda shumë të mirë. Kemi ortopeda të cilët investojnë në edukimin e vet profesional. Janë shumë entuziast. Më ka rastisi takoj edhe në pjesën ku jetoj edhe këtu. Unë mahnitëm me njohërit e tyne dhe me entuziazmin e tyre për punë. Fatmirësisht që kemi këtë pjesë të profesionistëve. Këtu jemi të sigurt, besoj se ardhmërinë kemi të mirë, nuk e di sa më gjejohet. Është një koleg i ri, e shumë kolegë tjerë, për shembull përmes tinës e njës që shkojnë në Amerikë për edukim, Turqi, në Gjermani, është një profesionalisht në ardhen në qofë se më gjejot. Në ardhje? Në ardhje, një Naim Bajrami. E përshëndesim dhe këtë doktor. Shumë Naim atje kemi në Kosovë plot me të vërtet për ortopedi, nuk duhet të shqetësohemi. Mirë, shpresojmë që së shpejti ta kemi dhe doktorin në ardhje në podcast për të na dhënë ai informacionet e veta se si ka qenë rrugtimi i tij deri dhe sigurisht për të na dhënë atë brumin e vet profesional. Është për gjeneratës së re që premton shumë dhe nuk premton. Edhe mund vjen mirë që një profesionalist si ju jep një vlerësim kaq të mirë për një doktor në ardhje. Një tjetër fushë që doja që ta ceknim është edhe ankesat e shumë njerëzve për thembrën. Për pjesën e thembrës, sidomos kur zgjon mëngjes, ankon për dhimbje, cilat mund të jenë shkaqet më të zakonshme të këtyre dhimbjeve. Pse ndodh kjo? Kjo është gjenetike, për me shpjegu nashta duhet një kohë pak më shkurt, janë ligamentet të cilat nga gishtenit e komës që përfundojnë në themër. Zakonisht janë më të atakura. Themër, gjinia femërore, ndërsa gjatë edukimit tim, kam pasur të bashkëbisedoj me një kirurg të shputës për këtë pjesën të themra, në shumë plantar facialetis, për citaj. Në këtë moment, në qofë se bënd diçka është mirë, në qofë se zbak kur gjë është edhe ma mirë. Sa në aspektin kirurgikal. Nërsa kjo shërohet, mjekohet, me pjesën konservative, pa shpenzimet mëdha që i kësha sugjeru. Kolegë sëmi sugjeru se ata janë gjithë vetëdijshëm, po popullatën mos të vazhdojnë me fizioterapi, me ushtrime të sëllën gjatë fizioterapisë, me ushtrime këtë thjeshta dhe banale të cilat ndihmojnë, le të ikën injeksione, le të ikën tableta o kolagene që me të vërtet, tashta do të mi përmend, që shumë po përshkruhen në Kosovë, që janë të pa nevojshme për pjesën më të madhe të smundje ortopedike. Kolagjeni është kjo pjesa e palcës së kockës të kafshët? Jo, kërci është. Kërci, po. Kolagjeni është për një lidhur, po në shoh, për rej këto, shumë është në trend, gjysma barnatura janë ka filluar me të madhe marketingu i kolagjenit në vend. Nuk e di sa. Dhe jo vetëm këtu, po thuajse në gjithë Ballkanin. Në Ballkan, po, ndërsa unë atje ku punoj, unë be keq po do të më në 20 vitet e fundit kur kolagjen shku si kam askujt. Do më thënë është i panevojshëm. Për pjesën ortopedike i panevojshëm. Dam nuk ban, po nuk ndihmon. Për arsye se nyjet, si e din kolegë ndashta popullata gjanë nuk e din, ushqen përmes difuzionit. Kërci, indi kërcor nuk ka as nerv as anë qakët. Në më thani, as 1% e kolagjeneve nuk deri të janë të mira për indin gjëdhor, për gjeninë e bukur, po për pjesën ortopedike, u i kësha këshilu, dam nuk bojnë mos të
shpenzojnë. Mos ta konsumojnë nëse mendojnë që do t'i ndihmojë tek pjesa ortopedike e kockës. Për përvojës, po të nga që nuk i ndihmojnë, po mirë, një informacion shumë i mirë. Zakonisht pacientat i kena eduku se përshirë vetën ata, në që se vetëm në këshillan edhe nuk i shumë barna se diçka deri pak nashën. Shpesh. Po cili ushqim është i mirë për kockat? Për pjesën ortopedike? Po, për ushqimet që përmbajnë kalcium, fosfor, ushqim bio. Produktet e qumshtit? Po, gjallët tamne. Ushqim bio, ushqimin bio. Na gjeneratat para neve kanë jetu pa suplemente. Dhe na kanë pu deri këto. Edhe kanë jetuar gjatë. Unë po flas për pjesën ortopedike, nashta bin ndesh me farmacisat edhe me ndonjë koleg, unë i kuptoj edhe kolegët këtu. Jo, mirë bëni që thoni sepse ndani këtë pjesën e përgjithshme të organizmit vetëm tek ortopedia dhe thoni që kolagjeni nuk ndihmon në çështjet ortopedike për rigjenerimin e kockës edhe të atyre që veç po bëhet marketing në vendin tonë dhe në rajon. Unë nuk isha përfund me shpenzu. Në ortopedi, në smundjet ortopedike të artroza, lëvizja është jetë është lëvizje, pa ngarkesë. Kur jemi tek lëvizje, doktor, domethënë ju keni lindur këtu, keni jetuar një kohë këtu, tashini që 30 vite thuajse në Gjermani dhe vini shpesh çdo muaj sepse punoni edhe në United Hospital. Si e shikoni mundësinë e lëvizjes fizike në vendin ton? Keni mundur që të arrini të shikoni hapësira sportive, shtigjet e pakta ose thuajse fare krahasi me Gjermaninë? Fatkeqësisht kemi shumë pak, me zënjë të një pshat, atje kemi pak hapësina të mëndër, sa në pjesën urbane, fatkeqësisht na ka mbizotru betoni dhe asfalt. Në aspektin ortopedik absolut nuk është mirë, në aspektin zhvillimor, social, nuk është mirë, edhe për fëmijët. Po, në ashta duhet pyën shumë i regullave të ndërtuesve ose të falin biznismena. Fatkeqësisht. Të betonet, të asaj që nuk quhet tokë, me natyrë, me lule, me gjelbrim, me mundësi vrapimi, rrëzimi ndoshta në tokë, në barë që nuk mund të vritesh, nuk ka shqetësime serioze. Zakonisht shumë vite më parë nuk kemi pas patologji të shpultës të këmbës si kemi tash të fëmijët, për arsye se fëmijët kanë nisë dasë, kanë jetu në fshat, këtu nuk i kemi vetëm në asfalt drejt, për këtë arsye në patologjit pak më shpeshta se më herët. Pra ju thoni që patologjit më të shpeshta tek fëmijët janë sepse nuk e kanë atë mundësinë që të ecin zbathur nëpër natyrë? Ndihmojnë. Dhe në atë moshën 3 vjeçare, si folëm ndihmojnë. Fëmijët si krijesë, organizmi jemi lindur të lirë dhe të lirë duhet të jetojmë pa kufizime. Sikur të ishte ashtu që ta kishim një pjesë bukur gjelbruese afër vetes dhe që ti kishim mundësitë për t'i lëshuar fëmijët tanë të vrapojnë, të luajnë, pa pasur frikën e një makine, pa pasur frikë se do rrezohen dhe do pësojnë ndonjë lëndim serioz në asfalt, e të tjerë. Fatkeqësisht na ajo kena humb këtë mundësi. Po, shumë e vërtet. Një tjetër fushë juaja që më duhet ta cek është kiroterapia. Dhe trajtimet manuale që ju i bani, për cilat probleme mund të jenë infiltrimi kur rekomandohet dhe a mund të shmang ai një ndërhyrje kirurgjikale? Fillojna me kiroterapinë apo shiroterapinë, ajo përdoret të bllokimi i nyjet, të gjitha tani duke filluar nga nyjet e shtyllës korrizore, nyjet të tjera. Ajo është i takon pjesës konservative, ndërsa pjesa infiltrative e përdorim ne edhe në kirurgat, neurokirurgat, të sëmundjet e shtyllës e korrizorit. Përmes infiltracionit ndodh dhe mund të evitojmë operacionet. Kuptohet me fizioterapi, me trajtim tjetër, operacionit gjithmonë për mua dhe për të gjithë kolegët është zgjidhja e fundit. Fatmirësisht infiltracionet i kryjnë edhe shumë kolegë tjerë. Kemi edhe kolegë, prapë ndodhet të përmendni doktor Armend Agullën, i cili jeton dhe vepron në Suedi dhe në Kosovë, dhe është ndër kirurgat me renome të shtyllës e korrizë, i përdor edhe infiltracionet, mustjes bashkë edhe bujar kastratit të tjerë. Shumë bujarave tjerë, kërkoj falje ndjes, seriozisht po përsërit edhe një herë.
sa i përket pjesës ortopedike, në Kosovë mund të mbulojmë komplet spektrin e patologjive dhe është pa nevojshme referimin e pacientëve jashtë Kosovës. Gjithmjet po flas për pjesën ortopedike. Kur jemi tek Evropa, po, ju tha domethënë që e mbulonit gjithë pjesën e patologjive që po flas në komplet Kosovës, po, i përmendet edhe emrat. A mendoni që mund të mësojmë nga më shumë domethënë nga përvoja juaj gjermane sa i përket atyre që ju më herët i specifikut në trajtimet e ndryshme, apo duhet që specialistët apo faktikisht specialistët vetëm mjaftohen me atë që e kanë fituar këtu në Kosovë, apo duhet që të marrë edhe pak përvojë nga vendet evropiane, sidomos tash ju që jeni në Gjermani? Në mjekësi çdo ditë duhet jemi të lexueshëm. Çdo ditë. Pra sa të rrosh do të mos është. Është kjo thënia jonë. Çdo ditë ka ndryshime evolime shumë, po kthejna prapë edhe një herë të implantimi i protezës kokorrokut. Sot e bëjmë këto në United Hospital metodën minimale invazive, domethënë nuk e bëjmë prevjen e muskujve, vetëm tërheqën vim deri ato pjesët e shnurë që i ndrojmë dhe si ka marrë pacienti vazhdon ditën në mbrëmje që të ecë. Unë po flas në vetën e parë, nuk është fort mirë, po vetën e parë unë vi prej kohës ku në Gjermani i kem pas pacientat deri 3 javë. Pas një implantimi të kokorrokut deri 50 i kemi lënë shtat, domethënë unë vetëm lidh për evoluimin si gjithkund çdo aspekt në ortopedi, domethënë Kosovë, pjesën perëndimore tonë botën, diku 90% pacienta duhet që në ditën e parë të remobilizohen. Doktor, unë i falenderoj shumë për kohën dhe mundësitë që patët për të ardhur në podcastin Shëndetin e parë. Jam shumë e vetëdijshme që ju një herë në muaj vini këtu për të kryer operacionet dhe ato terminet që i keni caktuar në United Hospital dhe gjetët pak kohë nga koha juaj e pakt, sepse ju më njëherë keni për të shkuar në United për të kryer operimet e rezervuara dhe për të ngritur në këmbë pacientat. Ju faleminderit shumë, ndoshta edhe një informat për pacientas. Ju lutem, mos shkoni jashtë Kosovës. Në spitalin shtetënor dhe sidomos to private kushtet janë shumë të mira. Nëse më lejohet një herë për United Hospital, mund të krahasohet sa i përket inventarit, infrastrukturës me të gjitha spitalet evropiane. Për shembull, nuk e di sa mund të vlerësohet, domethënë kemi kardiokirurgjinë në United Hospital, është një margaritar. Prapë sam mos i referoni jashtë. Mos i loti të prindi bileta avione, të shkoni me autobus jashtë vendit për të kryer operacione, sepse i gjejmë të gjitha në vendin tonë. Resurset i kemi, infrastrukturën e kemi. Infrastrukturën e kemi, resurset njerëzore i kemi. Absolut, po flas me siguri të plot. Por gjithë një të merr me vesh për pjesën ortopedike. Si primare që nuk flitet më për proteza primare dhe për revizion. Kemi staf të mjaftueshëm Kosovë. Unë i falenderoj edhe një herë, shikues të nderuar, ishte ky podcast i Shëndetin e parë, mbështetur nga United Hospital dhe nga Qendra Lacerike e Syrit Kubati. Ne do të takojmë sërish në episodin ton të radhës. Mirëmbëjtje. Faleminderit.